E kemi një temë shumë të ndjeshme, do të flasim me një mysafir shumë special. Ai ka qenë ndër të parët që filloi Ushtrinë Çlirimtare të Kosovës, apo e themeloi guerilën bashkë me heroin e kombit Zahir Pajazitin, ka qenë bashkëluftari i tij, është formues pra i grupit parë si sa më herët, ishi burgosur politik, një herë edhe komandant i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, me neve sonte është Hasan Zenele Basasan. Faleminderit shumë që erdhe. Hasan, faleminderit. Faleminderit për ftesën, shumë respekt juve. Me kravata na çështë po rrim. Ju të Albinit halos po vlej po s'di. Unë jam i Albinit. Pane dhe ti, po e di që kështu si e... A mu me parti me to je? Jo, s'jam parti me to. Jo, e për krau, për du me thonë. Po, e për krau edhe më pështeti gjithë. A ki kondër dhe qka? Ja, s'kam kur gjë. Po, kalzëm, që i ke kondër e të kopit kërsh të bëj që të në studio. Ja. Jo mërë që gjysh, po bura ajo shqiptar, mbi gjitha ajo është kryeministri i vendit dhe. është një ndër kryeministrat më të mirë që në dëni herë ka pas shteti Kosovës. Pse veç më sëmtuj që o veteran, bur? Po, edhe është veteran i luft. Po që shbur ti veteran, ti ke qenë luft me Zahir a i Sokon? A i Sokon me Zahirin, po ajo është vazhdu si luftës tonë. Me qka? Me lapsë? Me lapsë. Sa luftut me lapsë? Qysh jo? Ko lufta speciale. A më sërë së vrat me lapsë? Lufta me lapsë është luft speciale. Lufta jonë me pushk është luft gorile, luft, rezistencë armatosur në për fusha, në për male, në për kërsha, në për shkëmbe. Mos e thamë, po të thamë kështu basë se për shkak të respektit që gëzoj për ty edhe i ma i vjetër edhe i në mosh, dëmon, Albin Kurti si pas te ka veteran i lapsit, jo i pushkës. është aparati i shtabit përgjithshëm të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës. Këto, jo që pe thamune, po këto më ka unë Adem Demashi i ngrati, lavdia ti i qoftë. E thëtë edhe Rejmi, Rusem Berisha. E thojnë edhe shumë. Suleman Selimi ka thonë. E thot edhe Syla, e thojnë edhe shumë të tjerë, por nga xhelozia disa komandant pidak që unë i quaj, në thojza, ata ja kanë mërzi. Ata ja kanë mërzi, unë e përkrohi edhe më shumë, edhe kam e përkrohi deri në momentin e fundit, kur s'ban mu, kur e shoh që ka bon një gabim, veç një, mu e merë këtu që thash në kojshia shohu. Veç një gabim. Unë kam u tërhjek, po unë në kur s'ka me bo lapa, si kur zhabat në poshtë. Po pëse, se ti ke qenë i burgusër politik edhe vetë, ishi burgusër politik, dhe dolme të pjesa ju të ma vonë, po këthejme përsëri të kryeministri Kurti. Pse Koshtunin, sa Vojislav Koshtunin, se e ka liru vetëm ato? Se ka falë në një farë Se ka liru, po s'ka pas qarë për e liru, se për presioneve ndërkombëtare, Bernard Koshneri, ja ka koqit, ja ka shtërngu, s'po mëj me full. Dizgina. Tit dhe të një boja, ka shtërngu fort edhe e ka liru. Se faktikisht nuk e ka kap në front, as në vit frontit, dhe më thonë, edhe këta... Pa është Albini që po pretendoj? Me trysnin e bashkësisë ndërkombëtare është liru Albin Kurti. Për Albin Kurti nuk ka kush që ka më thotë. Pa është shpion që shtojnë dhe më thonë, përmeni shpesher thujnë me Serbë, këj ka planin dhe më për një më Vučićit. Apo dhe? Po. Amet njeri sot, që një faktor, që është faktor, a ka një që thënë, mas atit të mirë qohet shumë plohër. Edhe mas Albinit, po qohet shumë plohër. E keni thonë në një intervjistë nëse s'ka Albin Kurti, vazhdo, cepëm cep. E pse ke thonë në një intervjistë nëse Albin Kurti është me Serbë, unë jam babaj ti? Qa e të thonë e? Kur është të? Ke thonë? A kom thonë, no? Valoj që atë e thëmë në Mropa si bikur. Jo, ha? Ja, në Prishtina pres. Po, e ke thonë? Qështash po më kujtu? Po. Paj, nëse ajo është shpion, jam boba e shpionave, dhe më thonë, jam edhe ma shpion se Albini. Këto e kom thonë. Qka me ndani për këta që i thujnë Albini të shpion? Nale veç pak, mësë më dërhim bisedë se e kam mërzi, a mërë vesh. Unë e kam legjë ushtarak, o doste jam. Kur të falë shtionet në gëjë. Okej, kërgoj folje, po ki drejtë. Po më qëtë për teme, ku kem? Te Albini kem. Kem të Albini, po ku kem? Shka me ndani për ata që i thujnë Albini shpion? Ata janë, a di që janë ata? Ata janë, nuk shojnë për të hunë. Janë shumë të thjeshtë. Më vjen keq me i ofendu. I kisha ofendu me qef, po prap s'po mëj. Nuk po mëj për shkak të... Edhe ish kryeministri të emrit që e mëj për shkak të herojt
që është i pavdekshëm, Zahir Pajaziti. Për shkak se isha njeriu një ti, po e tham asnjëherë publik, kështu në për televizion, nuk e kom thonë sot, po e tham po ishia show, se është një diçka e vërtet, edhe asnjëherë s'kom rrej gjoks, megjithse ai Bislimi, ai dostët. Ja do dalmi ma vunë aty. E kam një pyetje para se me dalte. Më shumë kurse. Po. Se çfarë veç po të kallzoj para prakisht ty. 800 giga memorie i kam trojta. 800. 500 më shpimi thonë sonë të bëlla. S'muj me thonë as 17 sonë. Po, e vërtet. Se që kam unë edhe ish kryeministri i Republikës Kosovës, zotëri Ramush Haradinja, shpesher ka ngrej, dhe me thonë, dyshime për kryeministrin Kurti. Sa ka qenë borë? Qëra, Ramushi, pasha sytë e bollet, unë e kom pas respekt për Ramushin. Për luftën, e ka bo një luft, dej që është vullja e luftës. Mas lufta e ti, edhe nuk po më pëlqen. S'po më pëlqen, por kohëve të fundit nuk po tham u qmen, po tham që nuk e di që ka gjetë o burë. është më i zëshmi ndër krejt shqiptarët në Kosovë kundër Albin Kurtit që nuk po të mujme, jam të mendu, po s'po mujme gjithë as arsyen, cile është arsyeja që e bën gjithat zhuru, më përdin. Unë edhe në disa emisione tjera, kam thonë edhe prapë thëmë, tani ata kibicerat e ti, në për portale, në për më quajnë të lifare, për më quajnë shkaje, shpion i me Serbi, për mu, kur më stenalin, e le të më quajnë edhe Milošević, se une nuk bash heq kimin e flokut s'ma lakon. Jo, se dhe ashtu. Jo, heq. S'mujnë më ta laku se s'ki flok. Jo, po i mesh pas. Jo, dhe... Po, kështu, kësha bo, më dëmë një far apeli se të tani du vëllaj kajtë këta komandant, edhe pse gjysa e ty në jenë pit-pidak, prap. Ma Zacan, a i laun pak politikën për shkurtimisht më nga të regu se që shë formu, do me thonë, Guerilin bashkë me Zahirin, si e njuf me Zahir Pajazitin, fillet e para tua bashkë me Zahirin? Po i vëllaj, bre, po në mja bona me këtë pytje, që na hoqe pe kësaj politiket në ndreqit. Është vërtet. Ja kom fillu mu i pe politike, jam të morë me inovacion, jam të i bodo